për mu sa i përket me, mendimi jem, nështë ta gaboj, janë telefonat që i kanë prish çdo lloj në këtë botë. Edhe thua që trinjët, prandaj e kanë hupë si intereseme u marrë me sportin, po kaloj kohë ma shumë në... Normalisht, ai nuk mendon që me bë një stërvitje ma shumë, por mendon që ka me shku në Instagram, me qitë një foto ose Facebook. S'po di, unë nuk jam njeri i rrjeteve sociale, as nuk i përdori shumë, shto që jam old style. Old style, halo me të vjetër. Halo me ato para 20 vjeç. Nashta më gabim, po duhet të rri atje. Okej. A hyrë sot ndonjëherë me i pa ndeshjet e tua? Ja, asë njëre. Pse? Nuk e di pse. Për me ato nuk kam vasone vetë përgjigje. Da. As kur se kam qyrë deshin tem, komplet. Kemi pas me ekipen gjithmonë, kemi pas me skuadra ku kam lujt, me këqyrë deshin që kemi lujt, ku kemi ba gabime. Unë jam koni betë një person që se kam këqyrë deshin, edhe s'kam desh me shku me këqyrë deshin. Pse? Apo s'ke nuk përgjigje kështu? S'kam qef me këqyrë vetë. Okej. A i ke mendu njëherë, ose mbasi edhe ka ndodhë, me të marrë dikush në telefonin me thonë, Samir, kemi nevoj për ndihmën tënde. Na duhesh si trajner, na duhesh si motivus, na duhesh si edhe lojtar. Një ditë kër e kisha Edon këtu, mu më duket që Edo ishte super i gatshëm edhe me vazhdu me lujt prej fillimit tash. Po, Edo është ndër miqtë mi matë mirë dhe është vllai jemi i madh, unë e thiri. Edo është një super djalë dhe Edo është i gatshëm. Edhe do të kthehet me lujt basketbol. Vjen mirë për to, se ndihet i ri, edhe mundet me vazhdu. Të ri njeni more. No, unë jashtë sportit, edhe du të ri jashtë sportit, por Edo është tjetër person. Edo ton jetën ka pos jetën sportive, alo bon ushtrime ka 4-5 herë në ditë, edhe Edo si juroj, edhe vetë i kam thonë që Edo duhesh më këthy, edhe juroj gjithat mirat. Shpresoj që Edo të bëhet maj miri si vjetë. Po, ti pse jo? Jo për të lujt, a? Po them të merë dikush telefon edhe të pak të një ndim, të angazhojmë diçka në një klub. Unë jam një karakter tjetër personi edhe ndaloj nga të tjertë. Ato edhe të kretë më thojnë, mësim vete për trenerë, unë kur s'kisha mujtë më bëhë trenerë. Sepse tu i po sot, bile sot, s'kisha mujtë as 2 minuta më konë me ta, ose kisha dalë onë, ose kishin dalë ata, shto që ma mirë po ri anësh, edhe nëse duhet me këqyrë, po i këqyri, por jo kur gjo me sport. Unë e vajzën teme si këqyri. Jam asi tipi që lypi tepër, e unë e di që s'mundesh me mlonë qatë lypi pitej, shto që rejate ku je. Ma mirë, po distancohe ma mirë. Okej, Samir, ka dhe plot gjana tjera që kisha pas qef me diskutu, ka që kam kohën sot për momentin, po shumë të falenderoj që